Kuvendi ka rritur numrin e zyrave të deputetëve të cilat janë të rezervuara për takime me qytetarët dhe atë në çdo zonë zgjedhore. Pas tragjedisë në diskotekën Puls në Koçan, qytetarët e këtij vendi kanë shtuar kërkesat për takim me deputetët për të parashtruar pyetje dhe kërkesa varësisht nevojave. Kjo më tepër është bërë nga familjarët e fëmijëve të cilët humbën jetën, por edhe u lënduan rënë nga zjarri në diskotek. Në zyrën e hapur në Koçan, nga deputeti Mile Levkov, janë realizuar gjithsej 30 takime me qytetarët. Kërkesat më së shumti kanë qenë për rregullimin e marrëdhënies së punës, për shkak se prindërit është dashur të qëndrojnë afër fëmijëve në spital gjatë periudhës së mjekimit. Informacijiet do doni kështu se. Informacionet vinin nga ata që ishin më të prekur. Bëhet fjalë për rregullimin e mungesës në punë, për shkak se qeveria siguroi që me fëmijët e lënduar që ishin për mjekim jashtë vendit mund të jenë të shoqëruar nga të dy prindërit. Kishte kontaktet e tilla për ata se si do të rregullohet kjo. Praktikisht kemi qenë urë lidhëse mes institucioneve. Me duhet të theksoj se mbështetje të tilla kam marrë nga ana e kolegëve nga gjithë Maqedonia, jo vetëm nga njësia zgjedhore numër 3. Për çdo gjë ishin në dispozicion. Për post në Koçan, Kuvendi ka rritur numrin e zyrave edhe në qytete të tjera, siç njoftojnë nga Kuvendi, nga shtatori i vitit të kaluar e deri në prill të këtij viti janë hapur gjithsej 48 zyra, ndërsa janë realizuar 1146 takime mes qytetarëve dhe deputetëve. Janë regjistruar 806 raste dhe kërkesa të reja, të cilat janë përpunuar dhe janë dërguar nëpër institucione për shqyrtim. Prej tyre 259 raste janë zgjidhur. 239 pyetje të dorëzuara deputetesh. Këto pyetje janë rezultati nevojave konkrete dhe problemeve të shprehura nga ana e qytetarëve, të cilët janë përcjellë në pyetje formale në Kuvend. 105 iniciativa qytetare të ngritura në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këto iniciativa kanë të bëjnë me problemet konkrete dhe propozimet të cilat janë dorëzuar nga ana e qytetarëve dhe formalisht janë shqyrtuar nga deputetët. Në Shtyp janë hapur 2 zyra, një i deputetit Nikola Micevski dhe një i deputetit Pavle Arsovski, që të dy bashkarisht kanë realizuar 50 takime me qytetarët. Në Probi Shtyp është hapur një zyre deputetes Dragana Arsova, ku janë realizuar 24 takime me qytetarët.